Presin të sqaroj diçka se më në fund mu dha një subjekt që është serios, se dërë tani jam marrë me këtu në ferm, jeta shpirtërore është jashtëzakonisht e vështirë, sepse se i cili ruan tjetrin se mos krijoj vazhdim të qëndrueshëm diku me cilin bën dhe protagonizëm. Unë për vete e kam djerë këtë, jashtëzakonisht shumë, deri në kërcënim të personave që shoqërohen me mua, pse rriti me atë, se do nominohesh, ose kush ka njët me atë, ka hikur. Pra, në ferm që të kesh një dashuri, nuk ka rëndësi thellësia, se ne, ajo që s'na bindë është thellësia, po të kesh një njeri që ta përqafosh, të kesh një njeri ku të mbështesësh kokën në gjoksin e tij ose në krahët e saj, është një pasuri e jashtëzakonshme. Dhe unë me gjithë ato është e jashtëzakonshme. Do me thonë, është ndoshta më i lehtë të marrin një njeri jashtë, sepse thua që kishte këtë problem karakteri ose kisha këtë mos përputhje, se sa të marrin një person që tashmë ke krijuar një afinitet për të mbajtur, për të zhvilluar, për të krijuar, për të përballuar gjithë konkurrencën, dhe befas ta diskutojnë ose e humbet. Dhe vanesës, edhe pse s'isha e bindur dhe s'jam që ajo është lidhje përjetshme, i thash, ktheu tek Indri. Kështu që duhet kuptuar rëndësia në këtë konkurim që është i tmerrshëm, më besoj që është i tmerrshëm, një luftë psikologjike pafund, ku çdo detaj, çdo fjalë që nxjerr nga goja ambalazhohet dhe bëhet produkt për prime mundësisht.